A kjo dashni jam la pa fjall, si me jabo. Sa here shoha jon të mdon, shmende mu zemra e don. A kjo dashni jam la pa fjall, si me jabo. Sa here shoha jon të mdon, shmende mu zemra e don. Do të thënë, kur e shet të ndon, të shmende mu zemra e don. Zemra e don. Po me Kapitalitin, jeni miq? Keni arritur të jeni miq? Jemi miq, flasim ndonjëherë, sepse edhe ai me punët e veta, unë punët e mia kënej, nuk kërse jam shumë, po në për ditëlindje, në për raste kështu më shkruaj, e përshëndes, flasim, kemi marrë raporte të mira, është djalë i mirë. Është djalë i mirë dhe bravo që të ftoi në bashkëpunim. Këtë këngën e kam pas vetëm unë, se e kam pas nxjerr në fillim këngën vetëm. Këto e kishin dëgjuar një version që pata bo me kitare në TikTok. Edhe më shkruajnë, më kontaktojnë producentat e tij. Kur do vish në Kosovë, se këtu po na pëlqen shumë kjo kënga, edhe kemi dëshirë ta bëjmë një remake. Po thash unë me shumë kënaqësi. Edhe kam shku në Kosovë, e kemi bo këngën, e kemi nisë në studio, domethënë se nuk e bëm prej ditë dhe këngën dhe klipin. Kemi nisë në studio, shkoj perfekt, djalë shumë i respektueshëm, si tash, nuk na la asnjë moment me fut dorën në xhep, sinqerisht. Edhe pastaj pas një 2 javësh, 3 javësh kemi xhiru, shku në Kosovë, ka qenë xhirimi më i lodhshëm, them drejtën, po. Pse ishte i lodhshëm? Sepse jo, për të mirë të punës, normalisht, po xhiruam shumë, diku 14 orë. Pa pushim. Po, se ishin dhe lokacionet, ishin pak larg me njëra tjetrën. Por që e rëndësishme është që shkoj shumë mirë, unë ndjeva mirë, edhe pse u lodhem, po për të mirën e punës. Po, edhe ky klip ka ecur shumë. Po. Si këngë, titullohet Egoiste. Egoiste. Kush e ka bërë tekstin? Atëherë muzikën e ka kompozuar një shoku im, është artist Indrit Dode e quajnë. Bashkë me stafin e tij dhe tekstin me Marion, që cilët i përshëndes. Edhe ma dhanë si këngë që e bëra vetëm, domethënë, në fillim. Ndërkohë kur ndodhi kjo e Kapitalit pastaj, unë ndryshu komplet, e hoqa dhe këngën time që pata në YouTube vetëm, majta vetëm këtë me Kapitalit.